Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21. Përshëndetje miq të dashur. Jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Të dielën e kaluar folëm për pritjen, për ligjin e amnistisë, për të dënuarit, të cilët e vuajnë dënimin në burgje dhe për të afërmit familjarët e tyre. Dhe unë sot dua të vazhdojmë së bashku në këtë emision si një lloj bashkëbisedimi me ti miku im, vëllau im, motra ime, që vuan dënimin dhe me ty familjar, sikur jemi të tre së bashku dhe në këtë bashkëbisedim. Prandaj, mirë se erdhe në këtë emision. Unë dua që të lutemi tani në këtë çast dhe të kërkojmë bekimin e Perëndis për të bashkëbisedim dhe Zoti të të nxjisë të mini vendimin për të pranuar Jezusin. O ati dashur, unë të falenderoj për këtë ditë që na ke dhënë dhe për të çaste. Asgjë nuk është e rastësishme. Unë të falenderoj për Radio 7, për shërbëtorët e kësaj shërbese që valët e radios kalojnë dhe mure dhe qeli dhe porta qelish dhe hyjnë brenda në zemrat e njerëzve të cilët vuajnë dënimin, por gjithashtu edhe në celularët e familjarëve o Zot, që dëgjojnë këtë mesazh dhe në radiot e tyre, në makinë, kudo ku janë o Zot. Ndoshta ndonjëri prej tyre tani është në makinë për të çuar ushqime dhe për të takuar vllajën motrën, të cilët duan dhe presin me mall që t'i takojnë përsëri takimin e radhës. Prandaj unë lutem që nga ky bashkëbisedim ti të prekësh zemrat e tyre, që të marrin vendimin dhe të shikojnë shpresën e cila shpresa nuk mund të burgoset. Të falenderoj për Radio 7 o Zot. Dhe valët e Radio 7 bëje që të arrijë në çdo cep të Shqipërisë dhe në çdo cep të botës, që fjala jote dhe premtimi yt, që ku janë 2 ose 3 të mbledhur në emrin tim, dhe shkoni dhe bëni dishepuj dhe unë do të jem me ju deri në fund të botës. Ti je këtu o Zot. Ti shëroj zemrat nëpërmjet këtij mesazhi o Zot. Hiq çdo gjë njerëzore dhe ajo që të mbetet është ti Jezus. Bëj që të kuptojnë se çfarë ke bën për ta o Zot dhe të pranojnë o Perëndin në zemrat e tyre. Në emrin e Krisht lutemi. Amen. Vëlla motër, po të flas si dikush që e di ç'do të thot pritje. Ti je brenda dhe pret një lajm. Familja jote është jashtë dyerve dhe qelive dhe pret të njëjtin lajm. Ju ndan një mur, por ju bashkon i njëjti stres, ankth. Ju bashkon e njëjta shpresë, e njëjta lutje në heshtje ose pa thënë. Ka net kur shpresa duket si një fije e hollë. Ka mëngjese kur zemra lodhe duke pjetur. A do të vijë amnistia? A do të hapet porta dhe për mua? A do të kthehem në shtëpi tek të afërmit e mi? Unë dua të inkurajoj sot mik i dashur, duke të thënë dhe ti familjar, që të gjeni një Bibël dhe të hapni Biblën. Pse? Unë s'të flas nga një podium, po të flas nga zemra e Zotit, nga fjala e Perëndis, dhe të them që Bibla nuk është e shkruar nga dikush që nuk e njeh burgun. Apostull Pali e shkroi shumë letra me pranga në duar. Dhe dua të dish dhe këtë, që Zoti i shikon lotët e tu. Jo vetëm ti miku im, vëlla motër, që vuan dënimin aty brenda, por edhe nënën tënde që qanë natën, edhe bashortin tënd që flë me telefonin në dorë, edhe fëmijët të cilët i pjesin kur do të vi babi, kur do të kthehet mamaja. Lotët e tua Zoti nuk i ka haruar dhe Zoti shikon. Jo vetëm kaq, po i numëron.
Te Psalmi 56, psalmisti shkruan ti ke numëruar lotët e mia, jo disa mik i dashur. Të gjitha lotët e tua. Ti mund të jesh në pritje të një vendimi njerëzor sot. Por sot, unë po të flas për një vendim hyjnor që nuk vonon. Ti më thua, mua më intereson amnistia, kurse unë po të them, ti ke nevojë vëlla motër për një liri të brendshme që nuk pret amnisti. Dhe unë dua të të flas për një person, Jezusin. Do më thuash përsëri me fetaret, ai u arrestua, u dënua, padrejtisht u rrah, u kryzua, u burgos pra, sepse Jezusi e njeh burgun, e di ndjenjat e tua, frikrat e tua. Dhe ai u dënua jo sepse ishte fajtor, por të ishte afër çdo njeriu të dënuar, çdo njeriu të braktisur, çdo familjari të haruar. Dhe në kryq pranë tij ishte edhe një i dënuar tjetër, një burr i cili ishte i burgosur dhe ishte në kryq së bashku me Jezusin. Ai nuk ishte më shpresa njerëzore, as amnisti, as apel, as kthim pas. Ai tha vetëm kaq: Jezus, kujtohu për mua kur të shkosh të mbretërinë tënde. Dhe Jezus ju përgjigj: sot ti do të jesh me mua në parajs. Le të ndalemi pak këtu. To fjalët e Jezusit nuk janë një filozofi, një teori. Ky është një premtim nga premtimbajtësi. Prandaj, ti vëlla motër që vuan dënimin, ti familje që po vuan stresin dhe ankthin, dëgjoni mirë. Edhe nëse vendimi vonon, edhe nëse porta nuk hapet sot, zemra tënde mund të çlirohet tani, sepse Zoti nuk të ka haruar. Zoti nuk po ju ndëshkon, Zoti po të mban. Tek Isaia 41 thot: mos ki frikë sepse unë jam me ti. Prandaj unë dua të të pyes sot: a do të dëgjosh për Jezusin, mik i dashur? A do të dëgjosh për Jezusin, i cili të kupton? A do të dëgjosh pse u dënua, pse u kryqëzua, pse vdiq dhe pse u ringjall? A do? Mirë pra, Jezusi u dënua sepse Perëndia, i cili na krijoi në fillim si njerëz perfekt. Na krijoi që të kemi marrëdhënie së bashku me të. Çdo pasdite Perëndia zbriste dhe fliste me Adamin me Evën, derisa ata mëkatuan. Nuk ju bindën urdhrit të Perëndisë. Sado përpjekjet e njeriu gjatë gjithë viteve që të arrinin Perëndin, ata nuk mund të arrinin Perëndin sepse Perëndia është i shenjtë. Dhe prandaj ekziston ky boshllëku. Mëkati i njeriut dhe Perëndia, shenjtëria e Zotit nuk mund të takohen. Dhe si mund të kemi një marrëdhënie me Perëndin? Perëndia do që të falen mëkatet tona me gjak të pastër. Në qoftë se Jezusi do të linde nga prindër si ne, atëherë ai do të trashëgonte mëkatshmërinë tonë. Por ai lindi në mënyrë të mrekullueshme nga fryma e shenjtë. Dhe Jezusi erdhi në botë që të marrë mëkatin ton dhe u dënua në kryq për mëkatet tona, na thot Bibla, si në Dhjetën e Vjetër dhe në Dhjetën e Re. Ekzistojnë shumë profeci në Dhjetën e Vjetër që na flasin për jetën e Jezusit dhe për veprën e tij. Pra Krishti vdiq në vendin tënd dhe në vendin tim, atje që duhet të ishe ti në kryq, që duhet të isha unë në kryq. Ai erdhi dhe mori mbi shpatullat e tij gjithë mëkatet e mbar njerëzimit, që të mundemi neve të kemi sot një marrëdhënie personale me Perëndin nëpërmjet Jezusit. Ja pra, Jezusi erdhi vuajti këtë dënim për mëkatet tona, duke mbajtur vetë. Ai që ishte i pa mëkat, mori mëkatet tona, dhe thot fjala e Perëndis. Dhe vdekja, sepse fjala e Perëndis thot, të gjithë u endën si dele, dhe të gjithë jemi privuar nga lavdia e Perëndis, sepse jemi mëkatar, të gjithë mëkatuan. Dhe paga e mëkatit është vdekja. Dhe ai vdiq në kryq për mëkatet tona. Por vdekja nuk mund ta mbante. Ai sot është i gjallë dhe i vërtet për ty.
Ai u ringjall nga të vdekurit. Qëndroi 40 ditë së bashku me dishepujt dhe të gjithë e pan. 500 dëshimtare pan me sytë e tyre Jezusin të ringjallur. Dhe ai u ngrit në qiell dhe sot është në të djathën e Atit dhe ai lutet. Dhe na e premtimin që ai do të kthehet përsëri. Por ai do të flasi sot për ty, sepse fjalë e Zotit thot Perëndia ka shumë e deshi botën, Perëndia ka shumë të do ti, sa që dërgoi birin e tij të vetlindurin, Jezusin, që të mos vdesi kushdo që beson në të, por të ketë jetë të përjetshme. Po të më thuash, unë jam fetar, unë jam i krishter, kam nga familje tradicionale me besimin tradicional i krishter apo musliman. Po të themi ku im që tabelat e feve nuk do të jenë në qiell, as të festën dhe as të festime. I vetmi emër me të cilin ti mund të shkosh në parajs është Jezu Krishti. E thot fjalë e Perëndis, nuk ka emër tjetër, as në qiell as në tokë, përveç emrit të Jezu Krishtit. Dhe përpara Jezusit, çdo gjuhë do të përkulet. Imagjino njeriu më të fortë në mbar botën. Ai do përkulet përpara Jezusit dhe do ta shpallë me gojën e tij, Jezus ti je Zot. Akoma dhe liderët e feve të cilët ju i shkoni pas, ata do të gjynjësohen dhe do të shpallin që Jezusi është Zot. E imagjinon, ti që ndjek ato ritualet fetare, po të them që Jezusi është Zot. Dhe ai i thot, ja unë ri jashtë derës e trokas. Kush do ta hapi, unë do hi dhe do festoj bashkë me të. Imagjino, jo një fest kur të vinë familjarët dhe të çmalleni, po flasim për një marrëdhënie të përditshme. Ti mund të kesh një marrëdhënie të përditshme me Jezusin nëse kërkon një Bibël. Nëse kërkon atë të vinë në zemrën tënde si Zot dhe shpëtimtar. Ai troket tani dhe ai thot, eja tek unë, silli gjithë hallet e tua, problemet e tua tek unë, dhe shlodhuni, të gjithë ju që jeni të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje. Ky është momenti, dhe ky moment nuk është një rastësi për ti. Është nga Perëndia, nuk dua që ta humbësh. I dashur vëlla, motër që vuan dënimin, dhe ti juve familjar, të dashur familjar. Pse? Sepse Jezusi është premtim mbajtës. Çfarë i tha bashkëvuajësit në kryq? Më kujto, o Zot, kur të jesh në mbretërinë tënde. Çfarë i premtoi Jezusi? Sot ti do të jesh me mua në parajs. Është premtim mbajtës pra. Për ty, për familjen tënde, për sot. A do që ta pranosh Jezusin në zemrën tënde? A do që ai të vi në jetën tënde si Zot dhe shpëtimtar? A do që të lutemi bashkë? Ti mund të lutesh me fjalë të thjeshta duke i thënë, Zot, kam nevojë për ti. Ti mund t'i thuash, më fal mëkatet e mia, unë jam mëkatar, më fal mëkatet e mia. Më çliro nga ankthi, nga lodhja, nga frika. Unë besoj se ti vdiqe në kryq për mëkatet e mia. Dhe unë besoj se ti u ringjalle nga të vdekurit. Të lutem, eja në jetën time si Zot dhe shpëtimtar. Më ndihmo të gjej paqen dhe shpresën në zemër dhe të eci së bashku me ti. Në emrin tënd lutem. Amen. Amen. Në qoftë se ke bën lutje, unë do të sugjeroja të gjeje një Bibël, mik i dashur. Aty kërkon një Bibël aty brenda dhe bashko me grupin që bëjnë studime biblike. Dhe fillo të lexosh, të sugjeroj të fillosh nga Ungjilli sipas Gjonit, që të njihesh me jetën e Jezusit. Dhe ti familjar, kërko një Bibël, shko në kishën lokale që është afër lagjes tënde. Aty ka njerëz që të duan, aty ka njerëz që luten, sepse fjalë e Zotit thot lutuni për të burgosurit. Dhe bashkoju së bashku me ta, mos mba peshën vetën të turpit të fajit, por bashkoju së bashku me ta. Dhe kur të dalësh, bashkoju dhe ti së bashku me kishën. Si mendon? Një jetë e re në Krishtin Jezus pra. Prandaj, dëgjues i dashur, unë dua të falenderoj sot që qëndrove deri në fund të këtij bashkëbisedimi së bashku me mua. Mbajini këtë fjalë që ju thash në zemrat tuaja. Tregoja edhe atyre të afërm që vuajnë, që kanë të afërm që vuajnë dënimin. Dhe mos haro, çdo lutje Perëndia e dëgjon. Çdo zemër që hapet përpara Zotit ka shpresë. Pse? Sepse Zoti jep premtimin që është bashkë me ty. Ai të kupton dhe do të shëroj. Ec drejt tij me besim pra.
me dashuri dhe me durim, sepse shpresa është e lirë dhe ajo është për ty, akoma dhe për tej dyerve të burgut. Zoti të të bekoj dhe të jetë së bashku me ti, miki i dashur, kudo ku të jesh. Miru pafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashk mirëdëgjofshim. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.